Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Tension në shtëpi, Rozana godet fort Loredanën, fansat kërkojnë zarf të zi. Një situatë e papritur ka tronditur mbrëmjen e djeshme në shtëpinë më të famshme në Shqipëri dhe ka ndezur rrjetet sociale. Një video që po qarkullon me shpejtësi tregon momentin kur Loredana përpiqet të zgjojë në mëngjes Rozana Radin, por reagimi i artistes ishte i papritur. Ajo e ka goditur Lori në fytyrë. Ngjarja ka shkaktuar me një reagime të forta nga ndjekësit, të cilët kërkojnë që vëllai i madh të marrë masa dhe të dërgoj zarfin e zi. Zakonisht sjell dhe përjashtim nga gara. Pas incidentit, Loredana vazhdoi të zgjonte dhe banorët e tjerë, por ata reaguan ndryshe dhe nuk patën të njëjtën sjellje si Rozana. Ndërkohë, në shtëpi situata ka sjell diskutime mes banorëve. Disa janë përpjekur të qetësojnë gjakrat, ndërsa të tjerë kanë kritikuar sjelljen e Rozanës.